Shko, unë nuk do t'i bëja dot në një analizë duke shpresuar që atë frymë që kanë, sepse jemi 3 ditë për para zgjedhjeve, do ishte pandershme nga ana ime që të shpreha ndonjë rezervë për partitë e reja. Duke qenë se janë të rinj, kanë dëshirë të futen, kanë ambicje në politikë, premtojnë, le ta shohim nëse ata e kanë një rezultat. Pak kam besim se do përfaqësohen në parlament, por kjo është një çështje perceptimi personal dhe jo një çështje në 12 maj, se në 11 maj votohet, në 12 do dim rezultatin se sa i besojnë këtyre partive të reja dhe le ta lëm popullin atë që nuk e dim, se testohen për herë të parë, atë që nuk e dim, nuk mund ta përcaktojmë në këto momente. Por ajo që doja të prekja, sepse nisur nga diskutimi i Rezit që e solli çështjen Veliaj si një çështje e cila do ndikonte në opinionin publik, ndërkohë që është e kundërta. Nëse kishte një njeri, pra sot kur flasim për të rrëzuar Ramën apo për të rrëzuar Partinë Socialiste. Cila është diskutimi? E ka personalizuar fushatën Edi Rama? Jo, nuk e ka. Vetëm me Edin? Vetëm me Edin, sot që nuk është më Erion Veliaj në fushatë elektorale, vetëm me Edin do jetë. U sol çështja Veliaj si një çështje që drejtësia veproi. Në fakt, nuk veproi drejtësia, veproi organizata politike. Dhe këtë e dim fare mirë. E dorëzoi? Nuk e dorëzoi. E shiti? Jo, e çoi. Dhe luftoj për ta quar. A do të ketë organizata politike humbje nga Veliaj dhe drejtorët më të rëndësishëm të Bashkisë Tiranës në Burg? Absolutisht që mund të ketë në një luhatje në Tiranë, por nëse kishte një njeri i cili mund të arrëzonte mandatin e 4 të Edi Ramës, ky ishte Erion Veliaj, për ambicjen e tij politike dhe prandaj është atje. Sepse dosjen e shohim shumë mirë. Dosja na thotë që ky na paska marrë ca para, por Tiranën e bëri. Që ky nuk ka asnjë gabim në drejtimin e Tiranës, por gjatë drejtimit të Tiranës mori ca lekë dhe i futi në xhep. Pra, ideja e inceneratorëve që janë gjëja më e mirë në këtë vend, por se kush mori ca lekë si çështje bakshishi, nuk është puna jonë. Në këtë mënyrë na kanë sjellë Erion Veliaj. Se nuk është për asnjë tender në Bashkinë e Tiranës. Është për ca para që thuhet me që dha ca leje, i dhan blen një pikturë. Pra nuk është për drejtimin e Tiranës, për kundrazi. Spak thotë që lejet janë konform rregullave. Çdo gjë që ka bërë në drejtimin e Tiranës është konform rregullave. Pse ka marrë ca bileta avioni apo ca para, kjo e çon për korrupsion. Po pse kështu është? Këtu e kuptuam që kjo është një lojë politike dhe nuk është një lojë e drejtësisë. Pra shpal Spaku? Po absolutisht, se qa, si e mendon. Do më thënë, ata janë të uritur për famë. Nëse Rama të shkel syrin, ai vepron. Po absolutisht. Po kjo është. Se nuk ka asnjë lloj forme tjetër. Nuk mund të thuash që të gjitha lejet e ndërtimit në Tiranë, të gjitha kullat janë konform rregullave. Por me që njëri që dhe inceneratori punon shumë mirë. Po, me që këto lejet janë në mënyrë të jashtëzakonshme, dikush i dha 100 lekë, ky për këto 100 lekë po shkon në burg. Pra si kryetar bashkia thot, Spak dhe majoranca ka qenë jashtëzakonshme. Po me që mori ca lekë, është atje te vend. Ka një teori, po, dhe dyta, ka ndokush që bindet që Ulsi Manjo e përgjoi dhe ushtroi presion gjatë gjithë kohës një njeriu të organizatës së tij pa një leje politike? Po kush është Ulsi Manjo ta bëjë një gjë të tillë? Sepse vim në dakordsinë e plot. Teza e Rezit ishte tjetër, Vim në dakordsinë e plot. Nuk u shfrytëzua ky moment nga opozita. Se nuk kishte shanse opozita ta shfrytëzonte. Sepse në organizatën politike Partia Socialiste nuk kishte asnjë çedim në arrestimin e tij. Dhe Rama ka numrat. Po jo të shkojte PS-ja, zotëri, të shkojte te qytetarët për opozita. Si njerëz ka stres gri këtu, sa duash, është gati 30% në Buridot. 30% stresa gri në Shqipëri? Po patjetër e votuese. Po patjetër. Ata që nuk shkojnë të votojnë. Ja, Edhe ti e 1 ndër 400.000, Yes, sir.